Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, sot në takimin me studentët e Fakultetit të Mjekësisë, prezantoi programin e tij për arsimin, rinin dhe shëndetësinë. Në fjalën e tij për sistemin shëndetësor shqiptar, ku përmendi dhe eksodin masiv të mjekëve dhe studentëve të mjekësisë, ai tha se vendi është në një rrokullisje që e tajkalon imagjinatën. Në vitin 2013, Shqipëria kishte një mjek për çdo 600 banor, ndërsa sot ka vetëm një për 1100 banor. Shëndetësia mori goditjet më të rënda 4 vitet e fundit. Eksodi i mjekëve u bë masiv. Që 100 ditë të parat të kemi vendosur minimumin jetik. $6.3 euro në ditë. Është i kalkuluar nga ILO dhe avokati i popullit. Kjo është vlera e cila quhet jashtë varfërisë ekstreme. Me këtë paket të 200 eurove për çdo pensionist, për çdo të papunë, për çdo njeri në ndihmë ekonomike, për çdo student me bursë, për çdo fëmijë jetim me një prind, ne përjashtojmë varfërinë ekstreme nga Shqipëria.